SPAK po shqyrton 5 kërkesa të paraqitura nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për vendosjen e të burgosurve në regjimin e ashpër 41 bis, ndërsa identitetet e tyre mbeten të papublikuara. Sipas raportit vjetor, të dënuarit mbahen në monitorim të vazhdueshëm ku autoritetet kontrollojnë komunikimet dhe takimet e tyre për të verifikuar nëse vijojnë lidhjet me persona të përfshirë në krim. Nëse prokurorët gjejnë prova të mjaftueshme, vendimi final për kalimin në këtë regjim merret nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Regjimi 41 bis është i frymëzuar nga modeli italian kundër mafias dhe parashikon izolim të fortë për të dënuarit që dyshohet se vazhdojnë aktivitetin kriminal nga burgu. Gjatë vitit të fundit janë paraqitur 9 kërkesa për këtë mas, por për 4 prej tyre SPAK vendosi të mos nisë procedurat për shkak të mungesës së provave. Ndërkohë burgu i sigurisë së lartë në Peqin ka një strukturë të dedikuar për këtë regjim, e cila aktualisht nuk ka asnjë të burgosur të vendosur në izolimin 41 bis. Procesi i verifikimit për 5 rastet e mbetura vijon. Policia e Tiranës ka arrestuar 7 persona të dyshuar për vendosjen e tritolit në automjetin e Ultion Klosit. Të ndaluarit janë Renato Balla, Jurgen Gjonaj, Eklips Leti, Kristian Ahmerama, Glentian Kojtari, Dorian Hamolli dhe Geri Smolla. Sipas hetimeve, porosia për atentatin dyshohet se është dhënë nga Saba Nuzi, i cili ndodhet i paraburgosur në burgun e Fushkrujës. Autoritetet bëjnë me dije se vendosjen dhe shpërthimin e lëndës eksplozive e ka kryer Jurgen Gjonaj, ndihmuar nga disa bashkëpunëtor që i siguruan fotografi dhe vendodhjen e automjetit, mjetin e lëvizjes si edhe strehimin. 3 persona të tjerë dyshohet se transportuan autorin në ditën e ngjarjes. Hetimet tregojnë se konflikti mund të lidhet me aktivitetin e Klosit mes Shqipërisë dhe Spanjës, ndërsa autoritetet vijojnë punën për zbardhjen e plotë të motivit dhe rolit të secilit të përfshirë në këtë atentat. Detajet të reja janë zbardhur për shpërthimin me lëndë plasëse në automjetin e efektivit të policisë Gentian Gjeta në Lezhë. Sipas hetimeve paraprake, 2 persona të maskuar që lëviznin me motor dyshohet se vendosën eksplozivin në makinën tip Volkswagen Golf 5 të parkuar pranë banesës së tij në lagjen Beslidhja. Shpërthimi ndodhi rreth orës 5:55 dhe shkaktoi vetëm dëme materiale, pa persona të lënduar. Kamerat e sigurisë kanë kapur lëvizjet e autorëve, por ata kanë qenë të kamufluar, duke e bërë të vështirë identifikimin. Hetimet po përqendrohen kryesisht në pistën e lidhjes së sulmit me detyrën e efektivit në drejtorinë vendore të policisë Lezhë. Ndërkohë policia dhe prokuroria vijojnë analizimin e pamjeve të tjera filmike për të gjurmuar autorët dhe për të zbardhur plotësisht ngjarjen. Flori Pali, 49 vjeç nga Lezhë, i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge. Në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, ka ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme për konfiskimin e 2 apartamenteve dhe një automjeti që dyshohet të jetë në zotërim të tij të tërthort. Pasuritë përfshin 2 apartamente në zonën e kopshtit zoologjik Tiranë, të regjistruara në emër të kompanisë Pajtoni SHPK, dhe një automjet Mercedes-Benz i regjistruar në emër të Flavian Lazrit, por që sipas gjykatës ishte përdorur nga vëllezërit Pali. Gjykata ka njoftuar pronarët ligjor dhe kompaninë Pajtoni SHPK, pronësi e biznesmenit Armando Pajtoni, pasi hetimet e SPAK treguan se pasuritë ishin fshehur përmes subjekteve juridike dhe personave të tretë. Seanca në apelin e gjykatës së posaçme është saktuar më 19 mars për të shqyrtuar ankimimin e Palit dhe pretendimet për rikthimin e pasurive. Një sasi lëndë plasëse është konstatuar mëngjesin e së hënës pranë makinerive të një kompanie inertesh në zonën e Spaçit në Mirdit. Sipas informacioneve paraprake, kanë qenë punonjësit e kompanisë që kanë vënë re eksplozivin dhe kanë njoftuar menjëherë policin. Fatmirësisht lënda plasëse nuk ka shpërthyer. Forcat e policisë kanë rrethuar zonën për të shmangur rrezikun, ndërsa në vend ngjarje mbërritën edhe forcat xheniere për të kryer çaktivizimin e saj. Autoritetet kanë nisur hetimin për të zbardhur rrethanat e vendosjes së eksplozivit edhe për të identifikuar autorët e mundshëm të kësaj ngjarje. Një konflikt mes 2 të rinjve në Durrës përfundoi me plagosje me thik pas një debati për pagesën e një porosie në një lokal. Sipas hetimeve, Alban Drejaj, 35 vjeç, dhe Rejni Skola, 26 vjeç, kishin konsumuar ushqim dhe pije, ndërsa njëri prej tyre pagoi faturën rreth 20.000 lekë të vjetra. Pas daljes nga lokali, Drejaj i kërkoi Kolës të paguante gjysmën e shumës, por 26 vjeçari refuzoi, duke bërë që mes tyre të shpërthente një konflikt fizik. Gjatë përplasjes, Drejaj e goditi Kolën me thik në kofsh. Të dy u transportuan për mjekim në Spitalin Rajonal të Durrësit, ndërsa policia i shoqëroi dhe po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Policia arrestoi në Maliq shtetasin Kristo Agolli, 40 vjeç, pasi dyshohet se qëlloi me armëzjarri në fshatin Orman, duke krijuar panik tek banorët dhe duke rrezikuar jetën e tyre. Në vendngjarje u sekuestrua një Kalashnikov dhe municion luftarak, që dyshohet se u përdor gjatë të shtënave. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti fara kanabisi dhe një aparat metalkërkues. Në pranga përfundoi edhe shtetasi grek Dimitrios Pendazizis, 48 vjeç, banues në Athinë, dyshuar për veprën penale mos kallëzim krimi, pasi ndodhej me Agolli në momentin e të shtënave. Sipas hetimeve, shtetasi grek dyshohet se kishte ardhur për të kërkuar flori me aparatin metalkërkues, që mendohet se e kishte sjell nga Greqia. Materialet janë referuar prokurorisë gjykatës së Korçës për veprime të mëtejshme. Vjollca Shkëmbi, nëna e një foshnje 2 muajshe që humbi jetën pak ditë më parë, akuzon sistemin shëndetësor në Tiranë, duke pretenduar se fëmia e saj u nxor para kohe nga spitali, pavarësisht nevojës për kujdes të specializuar për shkak të lindjes prematur. Jati Arben Vesholliu shprehet se familja bëri gjithçka për t'i siguruar trajtimin foshnjës, por gjendja e saj u përkeqësua për shkak të mungesës së vëzhgimit të duhur. Foshnja ishte transferuar fillimisht në Korçë, pastaj në Bilish dhe më pas në Tiranë ku ndroi jetë. Edhe gjyqja Alitria Shkëmbi tha se fëmia kishte infeksion në mushkëri, nuk ushqej normalisht dhe qëndronte gjatë në gjumë, duke treguar se rritja e tij ishte e vështirë. Familjarët kërkojnë zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe marrjen e përgjegjësive nëse konfirmohet neglizhenca mjekësore. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjakov, ku një person 38 vjeç ka mbetur i vrarë, ndërsa një 29 vjeçar u plagos në krahëror dhe është jashtë rrezikut për jetën. Si i dyshuar për ngjarjen është pronari i lokalit My Place, i cili pas incidentit është larguar dhe aktualisht kërkohet nga policia. Në vendngjarje janë sekuestruar 5 gëzhoja dhe një mjetim pret, thik. Hetimet po kryen nga njësia e hetimeve rajonale, krim teknika dhe prokuroria për krime të rënda. Viktima është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa rasti është regjistruar si vrasje e rëndë. Policia po vjon kërkimet për të dyshuarin dhe hetimet janë në zhvillim. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Piacenza të Italisë, ku një ere shqiptare, Angela Byku, 20 vjeçe, ka humbur jetën pas një rënje prej rreth 8 metrash pranë banesës së saj. Ajo u gjet nga një fqinj në gjendje të rëndë dhe ndrohet në spital. Autoritetet italiane dyshojnë se bëhet fjalë për një aksident tragjik dhe jo për ndërhyrje të palëve të treta. Hetimet paraprake tregojnë se viktima po gatuante kur u shpërqendrua nga zilja e derës dhe pa çelësat tentoi të ngjitej në fasadë për të arritur balkonin e katit të dytë, duke humbur ekuilibrin dhe duke rënë fatkeqësisht. Në qytetin historik të Bodmin në Cornwall, atmosfera festive e St. Parents Day shoqërohet me shqetësime serioze për kriminalitetin. Sipas gazetës The Sun, qyteti konsiderohet ndër më problematikët në qark për afshpërsinë e krimeve. Banorët thonë se jetojnë me frikë nga rrjetet e trafikut të drogës, të njohura si County Lines, të cilat shfrytëzojnë persona vulnerabël dhe përdorin fenomenin cucking, duke marrë nën kontroll banesat e tyre për shpërndarjen e drogës. Qyteti njihet edhe për atraksionin turistik Bodmin Jail, por sot banorët thonë se rreziku më i madh lidhet me aktivitetin e drogës. Në vitin 2023, policia zbuloi një fabrikë kanabisi me rreth 4.000 bimë me vlerë rreth 2 milion pound, ku gjetën 4 shtetas shqiptar. Ndërkohë, statistikat tregojnë se krimi në Bodmin u rrit me 7% në vitin 2025, me një nivel shumë më të lartë se mesatarja e rajonit. Autoritetet e Devon and Cornwall Police thonë se po intensifikojnë operacionet kundër trafikut të drogës dhe u bën thirrje qytetarëve të raportojnë çdo aktivitet të dyshimit.